Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në Reze Dielli, ku takojmë sërish në transmetimin tonë të drejt për drejt me tematikat që kemi përzgjedhur të flasim sot. Në fakt do të flasim për një organ që shpesh e neglizhojmë ose për shkak të stilit të gabuar të jetesës tonë të përditshme, ushqimet që zgjedhim të konsumojmë, prej saj na vijnë shumë probleme. Shpeshherë mendojmë se shumë sëmundje nisin në gjak apo nuk e mendojmë që aty ku ne veprojmë me anë të ushqimeve tonë, aty nisin të gjitha sëmundjet tona. Madje aty prodhohet dhe hormoni serotoninës. Madje dhe një bakteri vetëm mund të ndikojë në hormonet tona, në lumturinë tonë dhe në mënyrën se si ne e shohim dhe perceptojmë jetën dhe shëndetin tonë. Bëhet fjalë për zorrën. Si po e dëmtojmë atë pa dashje, me stilin tonë të përditshëm, me ushqimet që zgjedhim, me mënyrën se si ne veprojmë në jetën tonë të përditshme. Na ndiqni pas pak për të marrë këshilla dhe disa informacione dhe studime të fundit që lidhen pikërisht me këtë organ, me zorrën. Jo më kot thonë që zora është truri ynë i dytë. Pse është truri ynë i dytë dhe si ndikon e gjithë kjo përpjekje e jona për ta rregulluar atë. Tani pikërisht për këtë arsye, sot në kuzhinën tonë do të kemi ushqime shumë të shëndetshme. Le të shkojmë të zbulojmë recetat. Mirë se të gjeta, mirëmëngjesi. Të them të drejtën, e dëgjova, por nuk të s'kam hequr syt nga veshja sot. Ashtu, të qenë kjo asimetria kështu. Shumë bukur. Gjatë gjithë kohës që flisje, bile se mendjen time, këtë di doj çik dru, thosha, po si nuk e heqi çik skaletën ta tregoj këtë pjesën këtu, sepse është pjesa më e bukur, shit. Ama shumë bukur e vesh sot. Shumë bukur e vesh sot. Jo gjithmonë shumë bukur, po sot shumë bukur sot. Po ja jam sama me tema, në? Për shtatur me jeshillëqet. Kishin folur, nuk do ishte kështu. Se kështu duhet jetë edhe zorra. Me ngjyra të shëndetshme, jeshile, ngjyra në fakt. Tema e sotme lidhet pikërisht me shëndetin e zorrës edhe me mënyrën se si ne po e dëmtojmë atë në mënyrë të përditshme, nga stili ynë i jetesës, nga faktorë të tjerë, nga ushqimet që konsumojmë, dhe nëse kemi një zorë të shëndetshme, kemi dhe një serotonin të shtuar në tru, hormonin e lumturisë, jemi më happy, më të gëzuar, më të dashur, me këmbë në tokë. Shumica e anktheve depresioneve nisin nga zorra. Edhe që ka energjia që robi vetë, që them drejtën. Atëherë sot, jemi tamam në sinkron me temat, kemi pite me zarzavat. Pite pa pet me zarzavate. Normalisht janë gjitha jeshilliqet, kam qepën e njom, kam spinaqin, kam preshin, më tepër kam pjesën e dytë të preshit, që është pjesa e trupit as koka as bishti, pjesa e dytë, pjesa e mesit, e nis direkt me spinaqin, nuk i hedh bishta, sepse bishtat unë i lë gjithmonë, i lë për supë, kam tek spinaqi, spinaq, qep e njom, presh, ikën, jeshilliqet që t'i kthem mund të gjitha me radhë. Më pas, kam vezët, kosin, djathin, dhe trahanan. Shkon bollgur, tërshër, miell misri, miell i bardh, krip, piper patjetër, vaj në ullirit, nuk e do gjalpin. Gjalpin mund të jetë vetëm nëse ne bëjmë një shtresë të lehtë duke lyer, tepsim dhe asgjë më tepër. Tërshërën e thash, gjitha i thash, bimët aromatike me ku shkoj. Pra e gjitha në jeshile. Koper majdanos, por në qik më shumë koper se kemi spinaqin që i shkon më shumë. I grit të gjitha, nuk kërkon asgjë nuk kërkon proces termik fare. Filloj me spinaqin në fillim fare, i vendosim në një tas të madh, preshim, edhe këto kur presim njëra tjetrën, bashkohen, të japin ato aromën e natyrës të livadit. Ku ka më mirë se sa këto receta në këtë periudhë, në pranverë. Ku gjithçka fillon të çelë, rilindi dhe pjesa e organizmit ka nevojë për
për këto receta, preshin të plot, me pjesën e bardhë dhe me pjesën jeshile. Kemi dhe qepët e njoma. Pak më imët bishtat, pak më imët, sepse është pjesa me e trash, dhe përderisa nuk do të kaloj në proces termik, më duhet më imët. Kam pasaj qepët e njoma. Ja. Të gjitha tani janë të sezonit të freskëta, si qepët e njoma, preshi njom pra, dhe do lë një pjesë spinaci, bimët aromatiket që japin aromë dhe shije gatimeve dhe shëndet në trupin ton. Nuk ka miell shumë, ka vetëm paksa për ta lidhur për të krijuar atë shtresën, një lloj pite hollë për të shijuar më shumë pjesën e jeshillëqeve, të cilat nuk do të gatuhen apo jo, por do të trajtohen, do të shtypen, do të ulet pak volumi i tyre që më pas të bashkohet me pjesën tjetër të produkteve. Largoj, marr dhe merr edhe koperin majdanozin, një tuf edhe një tuf. Një larje e mirë, pa tjetër me sodë, pra këtu i përdori me gjithë bishta, koperin dhe majdanozin. Të gjithë furën e kam të para ngrohur dhe nëse nuk e kam vendosur, ju e vendosin direkt, por në sa gradë, po t'jetë 180-200. I largoj të gjitha. Tani është ai momenti që pastroj pak vëndin, që të kem vëndin e duhur. Për pjesën tjetër të produkteve. Tani, do të shtoj 3 hanan. Një pjesë kripe, një pjesë të tërë në energjiko. Ishte në energjika e, po. Dy vezo vital, të cilat do t'i shpërbëjmë, do t'i rahim. I shtove të gjitha aty që ti punosh me dorë më pas. Largojmë edhe këtë që ti kam pjesën e djathit. E punoj. E punoj dhe do t'a lë të pushoj. Derisa të unifikohen të gjitha shijet. Unë nuk e kuptoj pse disa lakror byrek që gatuajmë, mund ta kaurdisim, zbutim aty në vaj, në tigan, qepën presh. Më mirë kështu. E ruan më mirë shijen, ngjyrën, aromën, gjitha bashk. Edhe me spinaqin, edhe me qepët. Të rehatohet paksa. Ose ku bëm atë byrekun, edhe me pet gruri, me miell gruri, me spinaq, me qep të njoma. Është nevoja fare që të kaurdisem, as qepa, as spinaqi. Thjesht kjo është shtypja, ky procesi kështu i shuarjes që themi ne, siç bëjmë me lakrën e bardhë. Nuk i vendosa doreza, sepse doja që nuk ka pse fare, ja. Kjo është masa mbushse. Marr. Miell. Të gjithë llojet e miellit. Pra, miell mistri, pak miell gruri, që e bën atë lidhjen më mirë. Tërshër, bëllguri kishim të? Bëllgurin? E kam. Nëse ju e keni të imët,
pa tjetër që nuk kërkon të zbutet. Unë kam marrë bulgurin e trash, sepse e them gjithmonë që mua më pëlqen që të jem gjithmonë kundër rrymës. Kur je kundër rrymës, është gjithçka që ti nuk e ke. Shtoj pjesën. Të shërë plot. Ujë pa dyshim që masën e ujit. Kjo do jetë. Kjo dalë shumë e shishme, se i ka të gjitha format e mundshme për t'ja shtuar shien. Pra, këtu e shtuan vezën dhe të shpërbëra të me vajin e ullirit, se do njerë nga trojme bashkojmë aty, po prapë nuk është se ka do një problem, po këtu e bënë më mira të bashkimin. Të gjitha. Pëllgurin e zjerë, të zbutur, dhe kur shtojmë produkte të ngurta, sigurisht do shtojmë edhe ujë që të... Kjo është pjesa e qullit. Pra ju e patë shumë të thjesht procesin e punës, lakrishtet, vezët e vaj në njërën anë, bashkë me aromën edhe djathin e bardhë, dhe në anën tjetër, në tasin tjetër, bashkuam llojet e miellit, mielli grurit, mielli i misrit, të shëra, bollguri, shtuar në të, pak vaj dhe ujë, pa ashtu që të zbutet të bëhet masa e qullit. Po të duam, bëjmë një spërkatje me vaj, ose në të kundërt, lyem tepsin që të mos na ngjis. Jo me furçë. Sërish e punoj. Më shumë për pjesën e preshit edhe të qepëve. Patjetër që e provoj pak. Për krip. Është mirë? Shova pak krip sepse ka djathi. Shpraj dhe njëherë duart. Dhe tani na ka mbetur vetëm për ta vendosur në tepsi, për ta sistemuar, niveluar aty dhe më pas do ta vendosim të piqet në një furrë. Kemi ndezur furrën sot po, në 200 gradë Celsius për ta pjekur. 30 minuta aty dhe është gati. Do vendosim një shtresë me qull. Qulli themi ne është ai brumi që formua me miell, gruri, misri, bollgur edhe të shër. Këtë pjesë e bëjmë më tepër. Më të trash, sepse do të mbajë peshën më të madhe të jeshillëqeve. Shtoj. Se më shumë e ngushta. Mbaj pak të lutem. Mbaj një sekond këtu. O, palat, rrofsh. Tani do mundohemi që ta përhapim në të gjithë sipërfaqen e pites të brumit që shtuam. Rrofsh, faleminderit, sepse shumë është vetëm. Edhe pak ta shohun të lumtë. Siç e shihni, do të ketë më tepër të mbushjen. Ja. Më e rëndësishme është e gjitha kjo mas. Rrofsh, shumë faleminderit. Edhe tani e goqa me Emil. E përhapim. Po. E meritoj sot një cop, një gjysëm tepsi. Mojti për 5 vjetë që mua më ke dhënë, më ka dhënë sigurin një gjitha, sepse askush kur hynë në një zanat, ishte zanat i ri për mua në ekran. Unë të falenderoj, nuk e di për sa të herë dhe për sa të herë do ta kesh, që mua më dhe sigurin dhe fitova besimin dhe kamerave. Ajde moj tani lëri këto. Jo, duhet, çdo gjë me radhë. Me thërat, çdo gjë. Të paguajnë mua këtu me. T'jap ty vetes si shikuzve çunave gjithë. Ja, shiko. Tani më takon një gjysmë tepsi apo jo? Se unë e haj shumë këto. Gjysmë tepsi. Gjitha moj e tëra. Atëherë. Do të shtoj të lutem edhe pak ujë këtu, sepse pjesa e qullit sipër duhet të jetë më e hollë. Prandaj, ruajmë dhe një mas ujë. Ja këtu.
Ja më thuaj kur ta... Kaq. E përzije mirë. Po, që kemi dhe përparse. Kostumin pise, këto e paske më të veçanta po ma. E kam berdje. Se ty nuk të dalojnë kur ndrohet njëra, kur ndrohet tjetra. Se në një stil janë, po kanë ato ngjyrat dhe elementet e kostumit të veçantë. A do të dish... A do të dish sa kam... Nuk ishte për ta kthyer, jo, Sa kam shpenzuar në këtë veshje, a do ta dish? Po dua. Në të gjithë veshjen time që është e tilla, te 5 milion. Në total? Në total. Kjo veshje. Jo, vetëm me sot. 5 milion sot, asus bëj 5 milion sot. Që nëse na i bëre me zemër në vistat. E dini kështu punë gjellësh, do më thënë. Ja, një qull i let. Shife? Thjesht, sa të... Pa është më e hollë, shtresa e sipërme, se sa pjesa poshme që ishte e plot në masën e vetë. Sa të shtoni djathin, keni pjesën e bëllgurit. Bëllguri është gjysëm i zier tek unë, as gjysëm jo. Edhe, më lumët. E vendosin për të pjekur dhe shpejt në mesazhin promocional për të na rikthyer në recetën e dytë. Më pas, ose përpara se të shkojmë e lexojmë edhe një recetën, ta mbyllim kapitullin me recetën e parë të pites tonë me jeshillëqe, me spinaq, me presh, me qep të njoma, me zarzavate të ndryshme, pa petë. Tani, për pjesën e parë, ju duhet 2 filxhan miell gruri për pjesën e brumit, 1 filxhan miell misri, 1 filxhan bollguri imët, 1 lugë çaji me krip, vaj ulliri gjysmë filxhani, 1 gotë kos dhe 2 filxhane gjysmë me ujë. Mbushja ju do spinaq, lëpjeta, qep të njoma, presh, koper, majdanos, nenexhik, djathë të bardhë, 2 kokra vezë, vaj ulliri, 2 lugë trahana, e shtuam pra tek masa e spinaqit, pak vaj ulliri për sipër, krip, piper i zi. Mirë, kjo ishte receta e shkruar, të cilën ju do ta gjeni edhe në YouTube-in ton, kur të postohet pak më vonë. Ndërkohë tani është momenti të shkëputemi pak dhe të rikthehemi me recetën e dytë, ju presim. Dojmë tani me recetën tjetër, jemi sërish në kuzhinë për të gatuar dhe për të sjell një tjetër ide për gatimet e sotme. Me këtë e hapim, e mbyllim, e shijojmë, ishte, do më thonë, më e plota nga recetat që kemi zgjedhur, sigurisht ato më të rëndësishme do të bëhen të parë, se na duhen kohë për t'i pjekur. Tani do kalojmë tek një gatim tjetër, shumë i ka kollajt, bazë karotën, qepën. Karotën e kemi parë që shkon tek supa, shkon në pure, sidomos për fëmijët e vegjël, por është dhe sote. Çfarë është soteja? Soteja është një kaurdisje në tigan, edhe është shumë e këndshme. Unë, përpara përgatitje, normalisht i kam zier pak. Ju nuk keni nevojë t'i zieni, absolutisht fare, sepse e keni kohën të tërë tuajën. Lë pak që të shkrihet. Jo më kot, unë ruaj ta edhe bishtat e spinaqit, sepse në fund fare kam një spërkati me bimë aromatike dhe pse jo dhe me kërcet e spinaqit. Që asë një s'kemi se t'i hedhim. Normalisht bëhen shumë të mira edhe supa. E fatkeqësi shumica i hedhin. Gabim. Harxhem kot edhe ato kërcejt e lakrës apo të brokolit. Më duhet gjithçka, asgjë nuk anashkalohet që ta hedhim. Unë kam thënë, kam që në fillimet e mia fare dhe ne vinim nga një sistem që çdo gjë nuk hidhej. Dhe kur shkova në fillimet e mia në kuzhinë, normalisht ishte fillimi, nuk dija shumë gjëra, dhe normalisht kam kaluar në fillim të pastroj gjërat e kuzhinës, dhe më pall shkallë. Asnjë nuk bëhet shef kuzhinë pa kaluar të pastrosh kuzhinën apo frigoriferët, askush. Dhe në moment më thot hajde që të provonte se sa dija. Dije që duar dridheshin, djersët shkonin e vinin. Ja, me sa mirë mendja ti të kesh emocione nga këto. Po, në fillim, patjetër. Gjuha po e puna që unë nuk e dija. Edhe doja të bëja dhe përshtypje, normalisht. Te fikën i kisha mësuar se si duaj, vetëm kaq kisha bërë prova në shtëpi për fikën. Dhe asgjë nuk më pa nga këto. Gjëja që vuri re ishte vetëm sa kisha hedhur unë në kosh të plerave. Normal, se është biznese. Pra, unë punën time e kisha fituar vetëm të koshi plerave që ishte pak fare. Sepse isha arritur me një gjyshe që ishte shefe kuzhine dhe gjithçka ajo e përdorte. Kjo ishte plusi që
u futat në këtë rrugë. Avantazhi i mos shpërdorimit të gjërave. Ja, për shembull këto bishtat e spinaqit që na kanë tepruar, ne mund t'i bëjmë një omlet për të nesër. Ne bëm spinaqin sot, na tepruan. I grim i më fare, i bashkojmë me 2 kokra vezë, me një çik koper, erzat edhe tak, një omlet me bishtat e spinaqit. Shtoj. Po, patjetër që po. Shtoj karotat. Patjetër që duhet yndyra sepse nuk ka as mishi, nuk ka as gjë. Është një shije, thjesht shija e duhur e karotës. Marr. Pra, nëse në kuzhinë ti nuk improvizon, lekët normalisht do t'i edhe me çmimet do t'u biesh në shelma. Sotme duhet të manovrojmë edhe të largoj. Kemi pak kujdes. Këtë pjesën skepse, pjesën e rënjës nuk e përdor dot. Ja? Por, nëse rënjën ju e keni pastruar shumë mirë. Shumë mirë mund të bëni një sallat spinaq sote, si puna, pra është e pastruar në këtë mënyrë. Atëherë po. Për ta përmbledhur, po gatuajmë karotat sote në një formë tjetër, karotat të tiganisura, është ta sote, që e ndryshe në gjalp, marrin aromën e gjalpit, edhe përdorëm gjysëm gati 100 gram nga paketimi i lurpakut, i gjalpit danes, që ka një aromë fantastike, sikur është përgatitur në çast, dhe që vjen dhe i kripur dhe jo i kripur, përgatime të tilla sigurisht na shijon dhe na pëlqen më shumë ta përdorim lurpakun e kripur, gjysmën e këtij paketimi që ju e gjeni kudo. Do ta përdorni për tiganisjen e karotave. Karotat i kishim nxjerrë. I kam nxjerrë pak, nuk i nxjerrni. Po, ju nuk i nxjerrni sepse mund të jeni më shumë të totalizuar, sepse shtoni ujë derisa fillon edhe merr atë glazurën. Si e me glazurën atë shkëlqimin e vet. Patjetër më shkrip apo sheqer. Është sheqerimët. Shtoj pakës. Se karamelizohet në yndyrë ajo dhe i zbut më shumë karotat. Patjetër, një shkrirje e mirë, ja. Sepse ka marrë një tigan të shesht, dhe këto nuk duan tigane të sheshta, duan tigane të thella. Po e drejtë, sepse do ketë atë trazimin e dur. Kam. Këtu, op. Do të shtoj bishtat e spinaqit për shumë pak. Dhe dihet që karotat kanë më shumë vlera kur ato ose piqen pak, ose zien pak, për t'ja marrë të gjitha elementet që ato përmbajnë për shëndetin. Edhe tek majdanozi preferojmë t'i marrim bashkë me bishtat e majdanozit për t'ja shtuar si bim freskët aromatike. Tu kemi qepën. Jo, qepa nuk do t'a përdor. Nuk do t'a përdorësh. Sepse i tjetërsoj shijen. Marrë dhe pakës ujë që kam këtu. Do jetë në një formë shoqëruese e gatimeve të tjera. Po. E lëm të bëhet. Mua do më pëlqente që si që zjem sot, ashtu t'i zjem dhe anvisat, pra më duke si kur e marrin më mirë atë aromën e gjalpit kur janë të zbutura. Derisa, aty do të zbuten dhe më shumë. Piruni Besë është dhe nxehtë. Do të pakos fare krip. Dhe pasi të tiganisen, mirë do t'i lëmë në minutazhin se ne do shkëputemi për reklama dhe më pas do ta shohim ndoshta recetën të përfunduar, sepse në fundit anvisat ato kanë dëshirë që të shohin një recetë të ketë përfunduar dhe si do jetë rezultati i saj për ta patur në tyretat e tyre. Ndërkohë shënojnë një përbërësit karota të tiganisura, të tiganisura me gjalp, ju duhet 1 kilogram karota, 2 lugë gjalp, 2 lugë kafeje sheqer, krip si pas shijes dhe majdanoz i freskët. Kjo ishte receta e dytë, ndërkohë ne shkëputemi për pak reklama, derisa receta të vazhdoj të piqet, bëhet gati dhe rikthehemi pas pak. As 2 minuta.
Mirë se erdhët, jemi përsëri në kuzhinë në pjesën tonë të fundit për të ardhur me një tjetër recetë. Ndërkohë, gjatë kohës që kemi qenë në shkëputje, në publicitet, kemi përfunduar dhe tiganisjen e karotave dhe aromatizimin e tyre me bimë aromatike me majdanozin. Dhe vërtet është një aromatizim, apo jo, se majdanozi e jep këtë freski në pjatë dhe këtë ngjyrë të bukur, kështu që ky kombinimi të dyja të pasura me vitaminë C, edhe majdanozi edhe karotat, provojini sepse janë të mirë të shëndetit, kur themi ne. Kalojmë tek e treta, ndërkohë pitja aty vazhdon të piqet dhe duhet ta aktivizojmë përsëri minutazhin, që të vazhdojë edhe më pak të skuqet dhe ta tregojmë për ju. Ndërkohë, po bëj gati hudhrat, gjë që i kam soptuar me thik, duke i rregulluar pak sa krip piper, i punoj mirë me lug dhe patjetër kam patlıcanët që i kam vendosur në ujë me krip. Ja, të tilla. Pra, do të përgatisim patlıcanët sot duke i hudhrosur. Vendos pjesën, po, duke i hudhrosur mirë është. Kriposur, hudhrosur. Vaj. Po. Edhe i lë të tilla. Të vëj çik dylbit e mia. Dhe kam. Gjyslyket? Po. Kam bëj prerje të patlıcanit. Nëse ju është patlıcani madh, normalisht përjeni në mes. Mos u shqetësoni fare sepse këto janë prerjet që kam bërur me thik. Në të kundërta, kur janë të vogla, bëni prerjet të tilla. Si të dëshironi ju. I paskëziu kështu të votë sklafare. Po, unë po demonstroj edhe këtë tilla, edhe duke i lënë ju me ujë me krip, asgjë nuk ju shqetëson. Shtoni këtë masë që ju pregatisni në të çarat që keni bërë me thik, patjetër, ja, tillë kështu. Si puna, kur pregatisni mishin e qingjit me hudhër edhe me erzat, hudhër krip, piper, sa asgjë tjetër nuk do. Ja. Do një energjik, për shembull, kur Jo, ka shumë ngjyrë? Jo, se i heqim shijen patlıcanit. Jo, për mishin e qingjit thash unë, se për patlıcanin kaq. Atëre shtoj vjam ose në çik vaj. Pak vaj. Filloj dhe i punoj mirë. Një masazhim të duhur. Sërish e punoj mirë, aq sa këtu. Pra i qëndrimi në ujë dhe i ka zbutur pak. Kështu që dhe këto prerjet, po, shtypja me dorë, kripa që ka aty të hudhra, i zbut ato, i nëse ju nuk e doni për shembull, nëse ju nuk e doni, hudhrën shijen e tepërt, atëre ja. I jepni shijen e tillë. Asgjë nuk na shkon dëm. Pra, duke vendosur, bëjmë edhe një masazhim të duhur të patlıcanit. Se edhe e zbutim tulin e tij. Patjetër që e zbusim tulin, ka qenë edhe në ujë. Po. Ja. Shiko, bëhet zbutja sepse e ndihmon, do bëj edhe një gjysmë tjetër, masën që un kam. Kemi me hudhra dhe krip. Edhe pak piper të zi. Duhet jetë mishtor. Opa. Dhe aty në tigan, sigurisht do t'i lëmë derisa patlıcanët të zbuten dhe të bëhen për t'u konsumuar. Ja. Sepse pa dyshim do kenë marrë edhe ato shijen e duhur me masën e kripës. Dhe
laj unë dhe pak duart. Dhe pasi ato zbuten, sigurisht për t'i serviru, për t'i konsumuar, ju mund të zgjidhni t'i shtoni pastaj edhe majdanos, apo po deshet akoma më tepër për ta çuar më tutje edhe djath, sipas dëshirës dhe preferencave tuaja. Ne u kujtuam për t'ju sugjeruar një recetë të tillë dhe për t'ja çfarë më ka ngelur mua tani këtu tani, do më duhet që t'ju tregoj recetën e shkruar patlıcan me hudhra. Për një familje mesatar ju duhet 8 patlıcan mesatar, 2 kokra hudhra, 2 filxhan kafeje vaj ulliri, copëza djami, krip piper i zi. Pra, mund të gatuan të skuqen edhe në djam deri, në ato djam. Pra djam ose vaj. Arsyeja është sepse edhe për shije, por edhe se djami duron më shumë temperaturën e lartë, për cilën i duhet patlıxhanëve të skuqen. Shpesh herë të kaloj në zgar. Zgarën kur e ngrohim, ne patjetër që e lyejmë me djam. Është që ndihmon për mos ngjitjen, e perimes me, ruan temperaturat, nuk digjet. Kurse unë po të vendos gjalp, nuk do kthem të rezultat. Prandaj unë shtova vaj. E bëj pak sa edhe më të shëndetshme, por jo se djami nuk është i shëndetshëm, është vaj më i mirë. Po ta marrësh, është ngjyra më e mirë. Po, duke e përdorur në mënyrë të moderuar, dhe nuk është se i shkon çdo gatim. Tani nuk marrim edhe sallon edhe përdorim për gatim, ë? Sepse shpesh herë është edhe keq interpretimi i temës së duhur. Që do të shtoj unë bimë aromatike, patjetër që të shtoj. Patjetër që të shtoj. E kemi majdanozin këtu, për i shkon shumë edhe patlıxhanëve. E bëjmë gati për ta servirur. Dhe kjo pjata e madhe i shkon më mirë. Sigurisht që do të zbutem, ndërkohë. Sa të zbuten edhe pak patlıxhanët, unë po bëj një përmbledhje që ja bëj me shumë dashuri anvisave për t'ju treguar se çfarë sollëm sot në kuzhinë, për ju që ndoshta tani jeni bashkuar ekranit të Report Televizion, për përgatisim 3 receta të shpejta të shijshme që nuk ju duan dhe shumë kohë, por mbi të gjitha e para është për drekën e sotme perfekte, shumë e shijshme dhe shumë e shëndetshme. Një pite edhe u ndihmon pak patlıxhanët. Tjetër, ndërkohë shohim recetën e pites me spinaq edhe me zarzavate me bimë të tjera jeshile, të cilën e kemi ndarë në 2 pjesë. E nisëm me pjesën e brumit për përgatitjen e qullit, ose pites të hollë, që përmban 2 filxhan miell gruri, 1 filxhan miell misri, 1 filxhan të zier bollgur i imët, 1 lugë çaj krip, gjysëm filxhan vaj ulliri, 1 gotë kos dhe 2 filxhane gjysëm me ujë. Me këto përbërës që unë sapo lexova, ju do të përgatisni brumin e hollë të qullt të pites, të cilën do ta shtroni në fund të tepsisë, të cilën e keni spërkatur me vaj, dhe më pas përgatisim mbushjen, nuk do asnjë proces termik, thjesht i merrni zarzavatet, spinaq, lëpjeta ose jeshillëqe që doni ju, 4-5 qep të njoma, 1 presh, koper, majdanos, nenexhik, djath të bardhë, 2 kokra vezë, gjysëm filxhani me vaj ulliri, 2 lugë trahana ose bollgur, ne shtuam trahana, pak vaj ulliri përsipër, krip, piper i zi. Gjithë listën e përbërësve të mbushjes do t'i punoni me duar, duke i shtypur mirë gjethet, qepët, në mënyrë që të shkëmbehen ato aroma, të zbuten dhe të bëhet një masë mbushëse e plotë. Shtresën e qullit poshtë, mbushjen sërish në mes dhe sipër një tjetër shtresë me qullin, po më të hollë. Kjo ishte receta e parë, është në furrë, do ta tregoj vetëm për 1 minutë. Tiganisëm karotat në gjalp, shtuam bishta spinaqi dhe majdanos të freskët. Ja, kjo është receta dhe tani servirim edhe recetën e patlıxhanëve që të aromatizuar. Aromatizuar, që është me të gjitha erëzat, prandaj dhe unë nuk përdora erëzat të tjera. Po. Sigurisht, edhe e freskojmë pak me majdanos të freskët. Dhe ja e servirim këtu ndërkohë, unë do të shkoj të marr, me qenë se jemi në minutën e fundit, do të marr edhe piten. Edhe pak ose fare ujë, shumë pak. Pitja jonë do edhe 10 minuta që t'jetë gati, apo jo? Mirë është, këtu është piksur. Po, do edhe një 10 minutësh, por që do t'ja u tregoj anvisave, kështu që mund të rria pa u treguar. Në gjitha të gam jeshillëqesh. Dhe e fundit fare me patlıxhanët. I vendosim dhe patlıxhanët
Nëse janë gati, nëse jo i lëm në tigan, se e shohim në për fotot, janë zbutur. Unë prandaj dhe i ka marrë të vogla që të bëhen dhe më shpejt. Ja dhe receta e patlıgjanëve, me hudhra, majdanos, erza, vaj ulliri. Ju bëftë mirë, kush vendos që t'i përgatis të receta, i keni edhe në kanalin tonë në YouTube, Reze Dielli, edhe në rrjetet sociale me foto dhe me përshkrimin për katës. Të lumë shinduar që jemi nesër për stërim në Guzhin me Albanën, ndërkohë ju pres pas pak do t'jemi me Altin Jokën. Rikthehemi përsëri në Reze Dielli, mirë se erdhët. Përshëndetem fillimisht me Altin Jokën, jemi në bisedën e të mërkurës me të. Faleminderit Altin. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, faleminderit juve. Shumë njerëz mendojmë, ne të gjithë mendojmë se sëmundjet tona fillojnë në gjak, fillojnë në organe të tjera apo në genet tona, por e vërteta se nuk e dëgjoj. Do ta rregullojmë shumë shpejt zërin. Do ta rregullojmë zërin. Patjetër që po. Por e vërteta, po thoja, është që shumë sëmundje nuk fillojnë në genet tona, në gjak, siç mendon shumica e njerëzve, por fillojnë te një organ shumë i rëndësishëm siç është zora. Duke ju referuar dhe disa postimeve tuaja më të fundit, Altin, në rrjetet tuaja sociale, ju keni folur për një shtresë që pak kush e njeh, siç është shtresa e mucinës. Do të flasim pikërisht për këtë shtresë, çfarë roli ka ajo në shëndetin e zorës tonë dhe se si disa baktere të arta, thënë ndryshe, ndikojnë në shëndetin tonë ose vendosin për hir të vërtetës nëse jemi apo jo të shëndetshëm. E nisim fillimisht me këtë shtresë që jo të gjithë e njohim. Çfarë është mucina e zorës? Atëre, të bëjmë një imagjinat. Imagjinoni që zorën tonë sikur është një rrugë që është në Tiranë për shembull, ose në një rreth tjetër, kur ti kalon, është temperatura shumë e lartë dhe nuk ka asnjë gjelbërim dhe asnjë pemë që të bëjë hije. Tani imagjinoni sikur kjo të jetë e veshur me një shtresë të tillë pemësh që të krijojë hijen tënde. E njëjta gjë ndodh në zorë. Është një shtresë gelatinoze, pra mucina, është një lloj lubrifikanti natyral, i cili nuk është vetëm thjesht mukus, siç është menduar, por është një barierë inteligjente biologjike e krijuar nga qelizat e zorës që prodhohen vazhdimisht si një mur mbrojtës për të na ruajtur nga sëmundjet dhe për të na forcuar sistemin imunitar. Mucina prodhohet çdo ditë në trupin tonë, pra nuk prodhohet vetëm një herë dhe mbaron. Po për ta prodhuar këtë mucinë, duhet niveli vitaminës D në sasi, vitamina A, duhet glicina, duhet treonina, duhet niveli zinkut i lartë, që kjo mikrobiom të jetë e shëndetshme. Pra është një proces i gjatë dhe i gjallë që rinovohet çdo ditë. Mucina është një lloj muri mbrojtës me disa shtresa. Kemi shtresën e parë që pengon pjesën e baktereve të këqija të prekin murin e zorës. Është shtresa tjetër që ndalon pjesën e toksinave që të hyjnë në gjak që të na sillin pastaj probleme inflamatore, probleme deri te sëmundjet autoimune apo sëmundjet kronike, dhe është shtresë e tretë e cila bën një rregullim të ambientit ku të rriten bakteret e mira. Dhe midis baktereve kjo është shumë e lidhur edhe me akemënsinë, që është një nga bakteret kryesore, të cilët e ushqen, pra janë të lidhura bashkë, kanë një lidhje për problemet e diabetit, balancimit sheqerit ngjak, pra problemin e barierës së zorës, për problemin e sistemit imunitar, për shëndetin kardiovaskular, për parandalimin e tumoreve, për problemet e sëmundjeve autoimune. Çfarë ndodh? Dëmtimi i zorës nuk na ndodh menjëherë dhe ne nuk e kuptojmë se ai punon e heshtje. Në fillim kur ne kemi një iritim të lehtë, kur fillojmë që ushqimet që ne po konsumojmë nuk tolerohen si më parë, disa nga ushqimet kryesore, kur kanë filluar disa fryrje në zorë, kur kemi disa probleme me gazrat, kur kemi probleme me dhimbje barku her pas here, kur kemi intoleranca ushqimore, ndonjëherë kruarje, kur shikojmë që kemi histamin të lartë dhe na kanë filluar alergjitë, kur kemi pak ankth dhe lodhje, atëherë ne jemi në një fazë që ka filluar që kjo shtresë gelatinoze, pra ky lloj jo vetëm mukus, po e themi, ka filluar të dëmtohet në zonën tonë. Dhe këtu po fillojnë problemet duke hapur një sër sëmundjesh. Kur kalon në një fazë të avancuar, rriten bakteret si Escherichia coli dhe 4-5 nga bakteret më të vështira
që do na sillin inflamacion kronik të përhershëm dhe do na sillin probleme të sëmundjeve autoimune. Pra, në rast se ne do kemi probleme me fryrjen, parahati, lodhje të pashpjegueshme, ndjeshmëri ndaj këtyre ushqimeve, dhimbje të erpaseshme, këto që ne tham, pra dhe alergji, apo dhe në një lloj ankthi thjesht, janë të lidhura që e para fare që po dëmtohet është pikërisht mucina. Kur mucina bie, niveli inflamacionit të rritet dhe problematika që shoqërohet në fund të gjithë kësaj që ne tham, është IBS-ja, është koliti, janë sëmundjet autoimune, probleme metabolike dhe disa nga problemet e kancerit. Po, ju thatë që... Në qoftë se do të arrisim, pastaj është tjetër problem. Po, kjo është ajo që doja të dija. Ju thatë që mucina prodhohet në mënyrë të përditshme, pse është kjo shtresa mbrojtëse. Tani, ne duhet jemi të vëmendshëm, të kujdesshëm ose të vigjilent ndaj këtyre simptomave që u përmendët. Pra, të mos e kërkojmë diku tjetër, por aty nis çdo proces, çdo sëmundje, pra në zor dhe unë me këtë e bëra dhe hyrjen e emisionit. Pra aty është zora... Ju thatë në fillim të emisionit që është truri 2, nuk është truri 2. Zora dhe truri janë një tru. Okej, por ne një truri... Është teori e vjetër. Përmes nervit vagus, e qartë, po e kemi shpjeguar këtë. Është teori e vjetër, teori e re tani që po diskutohet, është që ata janë një tru. Pra, gjithë qendrat nervore që janë në zor, influencojnë tru. Pra, është një tru është i lidhur. Është më i lidhur nga ç'mendoi para 4-5 viteve. Kemi studimet e 2025-s, 2026-s që e njësojnë, pothuajse zorën njësoj si trurin. Po, lidheshin patjetër që edhe ankthi depresioni aty lind në zor. Prandaj unë nuk e quaj më truri dytë. Qartë. Unë e quaj një tru, të gjithën. Tani, kur mucina bie, pra kur ne nuk e kemi krijuar ose në trupin ton nuk është prodhuar kjo stres, i bie që janë ato faktorë, simptomat të cilët ju i përmendët. Por si duhet ta rrisim ne mucinën? Si duhet ta mirëmbajmë? Si duhet të kujdesemi që ajo të mos bjerë, por ta rrisim në mënyrë natyrale? Në ç'mënyrë? Në mënyrë të përditshme. Graduale. Asnjëherë nuk rregullohet diçka, hajtë marrim këtë element dhe kemi për ta rregulluar. Në mënyrë të përditshme gjatë gjithë jetës sonë që të jemi të kujdesshëm. Atëherë, baza kryesore janë polifenolet. Dhe një pjesë e tyre e madhe është për shembull resveratoli si element. Polifenolet që vijnë nga shega, që janë nga elementet kryesorë, nga frutat e pyllit, nga rrushi i zi. Mos harrojmë një gjë. Mbi 2-3 orë konsumimin e një shege dhe kemi konsumuar dhe nivele të larta të sheqerit, atëre afërsisht mbi 20% e vlerave të kësaj shege për formimin e mucinës skadojnë. Pra, në qoftë se pas 3-4 orëve të konsumimit të një shege, kemi ngrënë ose dhe para, një ëmbëlsirë, biskota, çokolata e të tjera, 20% të mucinës pothuajse nuk formohet. Ta dim këtë, se ka shumë njerëz thonë, po unë i konsumoj, po çfarë ndodh? Ai ka ngrënë para 1 ore sheqer dhe ka konsumuar dhe sheg, apo ka ngrënë një ëmbëlsirë. Shega, boronica, rushi, lakra e kuqe, kakaua, çajrat jeshil, çokolata, vaj i ullirit ekstravergjine. Dhe është parë që kur vaj i ullirit konsumohet veç nga ushqimi, pra jo në sallatë, por veç, për shembull në mëngjes esëll apo në një moment saktuar, është shumë më efektiv për krijimin e mucinës. Banania jeshile, gjithë to aloe vera, gjel, që duhet ta konsumojmë her pas here këtë lloj gjeli. Çajin e xhinxherit dhe të kamomilit, çajin e mentes, kurkumën, ushqimet që kanë nivele të mira të vitaminës zink dhe patjetër është dhe një aminoacid tjetër shumë i rëndësishëm që është L-glutamina, që është një rikuperues dhe një rigjenerues edhe i stomakut edhe i zorës. Dhe elementet që e shkatrojnë të gjithë këtë pjesë janë të gjitha ushqimet që kanë nivele të larta të përpunimit dhe kanë aditiv. Që do të thotë edhe në qoftë se ne marrim një sheg dhe ka nivele të larta të aditivës, prodhimi i mucinës është i ulët. Dhe faktikisht prodhimi i mucinës Kjo është arsyeja pse shumica e njerëzve e kanë në nivele shumë të ulta, sepse aditivët janë në masë sot. Unë nga njerëzit që bëj konsultat përditshme në gjithë botën, një platformë time që kam, shikoj që niveli i mucinës është shumë i ulët dhe duke shikuar studimet, pash që 2 breza më parë ka rënë niveli i mucinës sot, ka rënë afërsisht më shumë se 4 deri në 6 herë. Krahasim, pra prodhimi në disa eksperimente të para që janë bërë. Konsumimi i alkoolit, konsumimi i vajrave vegetale industrial, niveli i lartë i stresit, pagjumësia, ushqimet e përpunuar, konsumimet i sheqernave, konsumimi i nisë shtesë, kryesisht nisë shtesë, po dhe brumrave, këto e hollojnë nivelin e shtresës mbrojtëse. Këto ndalojnë barierën e të gjithë këtyre elementeve të përthithjes si zinku, vitamina D dhe disa aminoacide që të formojnë mucinën. Dhe gjithë kjo
qyteti jonë do ngelet pa ato pemët që të na krijojë një gjelbërim dhe hije në kohën që ne kemi nevojë në mes të vapës. Pra, ne nuk sëmuremi pa pritur, sëmuremi ku kjo shtresë fillon të zhduket gradualisht nga pak dhe në heshtje ashtu si aty. Do doja të dija se si mund ta kuptojmë përveç se simptomave, a ka një mënyrë tjetër ekzaminimi që mundësina jon ka rënë apo nuk është në nivelin e duhur të saj? Po, bën disa analiza, më e mira ndoshta nga të gjitha elementet e analizave, mund të jetë analiza e mikrobiomës intestinale, apo ADN-s që kemi ne në feqe. Pra, ajo mund të jetë, por ajo është e kushtueshme, po mund të bëjmë disa analiza mbështetëse për të gjitha këto që ne mund flasim si baktere. Mund të bëjmë kalprotektinën fekale, mund të bëjmë zonulinën, sepse kalprotektina do na tregojë inflamacionin e zorës, zonulina që ka për të na treguar sa është përthithja në zonën tonë të këtyre mineraleve, mund të bëjmë IgA-n fekale, që të na tregon imunitetin e zorës, dhe mund të bëjmë pH-in fekal, që na tregojë se si është problemi i fermentimit të zorë. Këto janë analizat më të thjeshta dhe më të pakushtueshme. Në rast se i duam shumë të specializuara dhe të kuptojmë edhe shumë elemente të tjerë të baktereve të këqija, duhet të bëjmë mikrobiomën intestinale. Është një nga analizat ndoshta më të mira, pra ADN-ja jonë e zorës. Pra mund ta kuptojmë. Jo shumë e rahur ndër analizat që njerëzit bëjnë në përgjithësi për të kuptuar se si funksionon zora e tyre faktikisht. Dhe nuk e di nëse shumica e njerëzve arrin ta bëjnë këta analizat, të kuptojnë më shumë, sidomos për atë që u thatë për mënyrën se si zora jon përthith elementët. Se ndoshta shumica e mungesës mineraleve vjen nga mospërthithja në zorë. Unë prandaj kam rezultate shumë të larta tek shumica maksimale e njerëzve. Po tyni në faqet e mia të rrjeteve sociale do shikoni një sasi të konsiderueshme të falënderimeve që bëjnë njerëzit apo edhe të mesazheve, që unë zakonisht nuk i reklamoj, për arsye sepse unë zakonisht ta marr me shkaqe dhe me detajet. Prandaj do unë kam marr thjesht ka pas njerëz që kanë pas probleme me artritin, probleme me tiroiden, kam pasur njerëz që kanë pas probleme të lëkurës së psoriazis apo dhe sëmundje të tjera tumorale, apo edhe sëmundje të tjera të rënda, që kanë pasur të lidhur me disa nga bakteret kryesore që kanë pasur në maksi, apo me një disbalancim apo një dëmtim të zorës, dhe me rikuperimin e tyre afërsisht 20 deri në 60 apo 80% të këtyre simptomave kanë filluar të rregullohen brenda një farë kohe jo të shkurtër, sepse duhet një punë gjatë për ta rikuperuar shëndetin tonë. Sidomos të zorës. Mirë, meqense jemi te bakteret, cili konsiderohet si bakteri i artë, për cilën ju keni folur dhe në shkrimet tuaja, i bakteri artë në zorë që ndikmon dhe ndikon në shumë procese shëndetësore tonat? Bakteri i artë është Akkermansia mucinifila. Pse? Pse është i artë, më thënë? Është i artë se është si floriri i rrallë, që bëhet luftë e madhe për floririn. Sepse ai është i paqëmueshur në vlerën që ka. Afërsisht në zonën tonë gjendet nga 1% dhe në 5% të gjithë baktereve duhet të jetë ky lloj baktere, pra Akkermansia. Sot ka një rënje të theksuar në krahasim me brezat më parë. Ai jeton në shtresën gjelatinoze të mucinës. Dhe është një roje i një kështjelle, i një shtëpie, i një ndërtese, i pikërisht i mucinës dhe i fazës mbrojtëse të murit të zorës. Ai ushqehet me këtë lloj shtrese, por në të njëjtën kohë edhe e rindërton. Kjo është shumë e çuditshme. Deri dje ne kujtonim se ai ushqehej. Shkenca ka parë që ai edhe e rindërton. Dhe prandaj quhet i artë, sepse edhe ushqehet dhe e rindërton, gjë që ishte e pakonceptuar deri dje. Nga ana tjetër, ai nuk lejon që të shkatrohet dhe krijon një xhel mbrojtës, një fortifikim që mos dëmtohet muri mbrojtës i zorës sonë që të na japi shëndet më të mirë. Kur Akkermansia është në nivele të mira, zora bëhet aq e fortë dhe blinduar, muret bëhen të paprekshme, bakteret e këqija nuk hyn dot që të kalojnë dhe forcohet niveli i sistemit imunitar, bariera intestinale e zorës ulet nivelet e inflamacionit, ndihmohet metabolizmi, probleme me diabetin, probleme me bipeshën, probleme me rritjen e energjisë, probleme ndoshta me parandalimin. Është parë që njerëzit edhe në 2018 te Gazeta Shkencës është parë që në 249 pacientë që ishin me tumore nuk reagonin njësoj ata që merrnin kimioterapi, por ata që kishin Akkermansin më të lartë, kishin një reagim më të madh. Pra mund të themi në 2 pacientë të ndryshëm, apo edhe në elemente të tjerë të sëmundjeve shpar, që kemi mungesë të Akkermansisë, ne kemi një probabilitet më të rritur të tumorit të zorës, po jo vetëm zorës, edhe të mëlçisë dhe të tumoreve të tjera. Pra,
Ky është I lidhur shumë me diabetin, obezitetin, sëmundjet kardiovaskulare, sistemin imunitar, madje edhe me tumorin që ne tham. Pra, kur ky mungon, do sjellë probleme të mëdha dhe do sjellë gjithë to që ne tham vetë emociona, ndjeshmëri ndaj ushqimeve, kur ham diçka për shembull, deri di qepa na ka bërë mirë, sos na bën mirë, ham barbunje na ka bërë mirë, salcë nuk po e durojmë dot, deri di e duronim. Shikojmë që kemi her pas here fryrje, kemi filluar të kemi edhe pak gazra, na kjo nga filluar një farë lodhje, kemi filluar edhe pak rëndes apo fillojmë edhe obezitetin, problemin e disa alergjive, kruarive në lëkurë, gjumin jo mirë të mirë, pra janë këto shenja që edhe arkemasia mungon. Po sigurisht që edhe jo vetëm arkemasis për këtë bakter që po flisni, që është kryesor I arti që ju e cilësuat, por sigurisht që këto janë shenja tipike të mungesës së baktereve të tjera të dobishme, apo jo? Cilat mund të jenë ato që ja të themi, tani në një qytetin tonë që nuk flëkur që është zona, në çdo sekond zhvillohen ngjarje të padukshme që ne nuk e kuptojmë. Dhe në këtë qytet ka një problem. Në momentin e saktuar ku kemi ka një ngarkesë, do shpërthej një zjarr siç ka shpërthyer dje tek një pallat fatkeqësisht në Tiranë. Atëre ky është inflamacioni në trup. Dhe kush është zjarrfiksi kryesor në trupin tonë? Është Feit alibacterium. Është një nga bakteret kryesore që ne nuk e njohim, nuk është I famshëm. Shkenca pothuajse nuk flet fare. Shumë pak shkencëtar flasin. Nuk e rekomandojnë, nuk e dinë se si bëhet analizë e tyre, nuk e dinë se çfarë është pasojë e tyre. Dhe sepse nuk kanë hyrë në detaje, po ai prodhon një substancë që quhet butyrat. Dhe pak të butyrati është uji biologjik që fik gjithë zjarret e inflamacionit të trupit tonë. Nuk mundet të fiket një inflamacion në trup në qoftë se ne kemi mangësi të butyratit. Këtë duhet kuptojmë të parë fare ne për të ulur nivelin e inflamacionit, sepse ky bakter ushqen nivelin e qelizave të zorrës, forcon sistemin mbrojtës, stabilizon sistemin imunitar në raste emergjence ku ne jemi smur, ku ne kemi marrë një virus, ku ne kemi marrë një bakter, ku ne kemi filluar të kemi një nivel të lartë të stresit. Është ky bakter që ul që të na qetësoj. Pra, pas zjarfikës qyteti nuk funksionojnë. Pra në rast se ne duhem që ta kemi, edhe përgjithsisht shumica e njerëzve kanë magut. Na mira konsulta që kam kaluar deri tani, 90% njerëzve kanë magut. Edhe unë menjëherë këtë kam bërë për shumë shpesh që e kemi rritur të bakterë dhe 5-6 baktere të tjera që janë baza dhe kam filluar përmirësime shumë të mëdha tek njerëzit. Të gjitha këto, pra problemi kolitit, I alergjisë dhe inflamacionit është ky bakter që ka për t'i ulur. Dhe pikërisht shkenca thot një gjë. Pacientët me sëmundje inflamatore të zorrës, pacientët me probleme të sëmundjeve autoimune, probabilisht kanë mungesën e këtij lloji bakteri. Ky është baza kryesore. Po, e kemi këtë tendencë në përgjithësi që të Ky bakter rritet zakonisht duke ngrënë konsumimin e patates së kuqe, patates të ftohur, nivelin e bananes jeshile, orizit të kryesisht orizit jasemim bazmatik ose edhe integral, por orizit që është I gatuar dhe I ftohur pas 2-3 orësh konsum. Pse I ftohur? Ka ndonjë arsye pse I ftohur dhe jo I ngrohtë? Po sepse lison është rezistencë ndaj nisë shtesë. Nisë shteja dhe ulet niveli, patatja ulet nivelin e rezistencës nisë shtesë kur konsumojnë pak. Prandaj diabetikët duhet ta konsumojnë pataten 1 orë e gjys 2 orë pasi është gatuar, e ftohur, ose patatet e furrës, puren, jo me një herë, edhe pashtu orizin, edhe bananën jeshile, dhe konsumimi pastaj me ara dhe me disa fara, se janë disa fara që e rregullojnë këtë. Dhe shumë determinante është stresi. Nëse ne konsumojmë stres dhe tjetra, bakter, ato antibiotikët dhe një pjesë e suplementeve shkatrojnë. E dëmtojmë. Pra ky është thelbi I këtij bakteri. Tani do themi disa nga bakteret e tjera. Nëse më lejon. Bifidobakteru është bakteri I imunitetit dhe I forcimit që në fëmijëri. Ky është bakteri I parë nëna ose mund të themi babai, Bifidobakterium, I parë I njerëzimit në zorrën tonë. Po themi tamam si Adami apo Ademi, që po I themi në 2 pjesët e fesë. Është bakteri I parë që vendos themelin e jetës sonë. Ai është arkitekti tek fëmijët. Nëse fëmia juaj ka probleme sistemin imunitar, ju sëmuret shpesh, ka disa probleme që domethënë merr viruse, është I ftohur, ka probleme alergjie, gjithmonë ju e ruani mirë, është sistemi imunitar I tij është që Bifidobakterium nuk është në formën e tij më të mirë apo në sasinë e tij. Sepse është shumë dikus te fëmijët, ul bakteret e këqija në të ardhmen që do na ndodhin këto probleme që ne kemi me fryrjen dhe është baza e prodhimit të vitaminave tona. Ne marrim vitamina pafund. Unë ndonjëherë ngjelem keq kur duhet të them meni këtë vitaminë.
nuk është problemi i marrjes vitamina, problemi është e përthithja. Ne sot 65% të vitaminave nuk i përthithim dot në zor, nuk është faj vitaminave. Themi kanë rënë vitaminat në ushqime, kanë rënë, por ne 65% nuk po i përthithim. Le ta shtojmë këtë përthithje dhe do shikojmë që vitamina, se ne marrim më shumë ushqime sot. Të parë ta hanë një kokër portokall në 5 ditë, sa aq kishin mundësi. Ne sot po ham 2 kokra portokall në ditë. Pra ne, sado që ka rënë, kemi probabilitet ta marrim. Puna është që ne nuk i përthithim. Dhe është bifidobakterium që prodhon nivelin e vitaminave. Pa të nuk kemi vitamina. Pa të nuk mund të ulim alergjit. Pa të nuk mund të ulim dot sistemin imunitar. Tjetër, Lactus bacillus, havaja ose eva e njerëzimit. Regulatori i fermentimit që mos krijojnë gazra në trupin tonë, që ndihmon tretjen dhe prodhon acid laktik, që është i rëndësishëm. Po ka një problem. Njerëzit marrin ndonjëherë probiotik pa limit, pa kuptuar çka kanë. Dhe ndonjëherë ku marrin probiotik, pikërisht çfarë lloj duhet të marrim? Ky është problemi. Po, në përgjithësi probiotikët ka Lactus bacillus 3-4 në format e tyre dhe bifidobakterium, përgjithësi. Dhe duke marrë probiotik shpesh tonë kemi fryrje, gaza, po bëjmë më keq. Si ka mundsi probiotiku të shëronte? Pse? Sepse prodhohet më tepër acid laktik. Acidi laktik ka një normativ, është një ekuilibër. Në qoftë se ne marrim Lactus bacillus më shumë, atëherë shtohet niveli i problemit të fryrjeve dhe të gazrave. Atëherë duhet të zgjidhim nivelin e disa probiotikëve të veçantë. Janë sa probiotik, siç është për shembull Cebulardia, apo vetëm Lactus, ky Bifidum, apo dhe bakteret, probiotik të tjerë që duhen marrë veç. Janë disa të tjerë, të veçantë, që nuk i rekomandojnë shumë, që ta ulin problemin e gazrave. Kemi pjesën e grupit të bakterotides, të cilët janë baza kryesore e energjisë të metabolizmit zor. Janë balancuesit numër 1 zor. Nuk mund të kemi tretet proteinave, të yndyrnave, të problemeve që ne marrim në qoftë se ne nuk kemi këtë element, që lidhen edhe me IBS-n, edhe me disbiozën, edhe me sëmundjen Crohn, edhe me problemet e sëmundjes SIBO e të tjerë. Është Escherichia coli. Escherichia coli është si puna e hënës. Një pjesë ne e shohim hënën çdo ditë përballë, kur i bie dielli, një pjesë nuk e shohim, është errësirë. Pra ka 2 fytyra. Si çdo njeri që ka 2 fytyra në përgjithësi. Escherichia coli ka 2 fytyra. Minimalja, po them 2 fytyra për njerëzit e mirë. Okej. Po e them kështu të mbështes. Atëre se ka shumë njerëz që ndrojnë për ditë, kanë skemat e fytyrave të vendosur në mur dhe çdo natë ditë i ndryshojnë. Escherichia coli kur është duhet në një sasi normale. Në qoftë se ky është normal, ky është shumë i shëndetshëm në trupin tonë. Por ai kthehet problematik në sasinë e lartë. Ai prodhon toksina që kanë për ta shkatruar dhe do lisi nivelin e histaminës, që është një nga helmet kryesor për sistemin tonë imunitar dhe për sëmundjet që do na lindin nesër, të artriti, të kockat, të dhimbjet, të shpina, të mos shikimi mirë, të mjergullat, të rënje flokëve, të mosite anemis, të gjitha këto probleme do na sjellin inflamacion. Prandaj kemi kujdes, është Escherichia coli. Një bakter tjetër është Ruminococcus, që është përthyesi i fibrave. Ai bën fibra që ne marrim që mos ta shkaktojnë probleme. Kur ne marrim fibra, ushqime me fibra, fruta, apo marrim to farat, arore dhe kemi probleme me fryrjen dhe nuk na bëjnë mirë, atëherë duhet dim që Ruminococcus si bakter është problem në zonën tonë dhe duhet të rregullohet, sepse ka për të filluar gryrja nga ky bakter dhe ka për të dëmtuar mukusi, pra në qoftë se ne do na kemi këtë bakter në malsi, do sillin këto probleme dhe do na fillojnë që toksinat të kalojnë në gjak. Kemi edhe Prevotelën, që është bakteri që lidhet me problemet e ushqimeve bimore, pra rritet shumë kur ne konsumojmë bim dhe është nga bazat kryesore kundër inflamacionit. Kemi pastaj disa baktere të këqija, siç është Klebsiella, është Enterobakteri, Citorobacteri, është Shigella, është Escherichia coli, të cilat zakonisht janë 5-6 baktere të bazë kryesisht që gjenden në zor, që në shumë analiza është parë që i kanë njerëzit një pjesë e madhe, këto sillin probleme shumë të rënda të problemeve imunitare, toksinave, inflamacionit kronik, shqetësimeve dhe dhimbjeve dhe disbalancimit. Dhe është një bakter që nuk flitet fare, pothuajse, Oxalobakteri. Oxalobakteri është bakteri që përthith nivelet e oksalateve. Pra atë spinaqin që thot dikush, mos hani spinaq se keni probleme me gurët, ka oksalate, Zoti ka krijuar trupin ton që spinaqi të përthyet nga një bakter që quhet
oksalobakteri. Edhe ky oksalobakter i përfyn të gjitha këto oksalatet dhe nuk e lën që të formohet gurë në veshka. Në qoftë se është në nivel, kuptohet. Në qoftë se mungon. Duhet fuqizuar, se ka shumë raste se ndoshta duhet bëjmë emision për çdo bakter vetë se është një fushë e gjerë. Tamam si ai qyteti ju thatë, po ne tani duhet të kalojmë publicitet Altin për të treguar se si të rikthejmë balancën në zorë. Ndjesë u zgjata shumë, ju kërkoj ndjesë. Ishte një informacion që duhet ta tregoni, kështu që duhet të tregojmë se si të kthejmë balancën në zorën tonë përmes mënyrave natyrale pas publicitetit. Pasi folëm me Altin Jokën për bakteret cilat duhet jenë të pranishme në zorë dhe mungesa e tyre sjell probleme fryrje, dhimbje barku, gazra, kapsllëk etj. Tani do të flasim se si të kthejmë zorën tonë në mënyrë natyrale në balancë. Apo jo Altin? Përmes metodave të ndryshme ne po e dëmtojmë çdo ditë në mënyrë të përditshme zorën me faktorë të ndryshëm të jashtëm edhe të brendshëm, por na duhet tani një përmbledhje se si ta fuqizojmë, si ta kthejmë zorën në balancë. Në radhë parë ne s'duhet ta dëmtojmë. Tani, në qoftë se keni një kokësh të bukur pranë shtëpisë tuaj apo po e bëni, apo një fushë të bukur, dhe ajo është në ekuilibër, po vazhdon mirë, po prodhon, pra diçka, imagjinoni sikur çdo ditë ju të hidhni kimikate, të hidhni element negativ kësaj toke, patjetër që ato ka filluar të shkatërrohet. E njëjta gjë ndodh me trupin tonë. Nëse do të hedhim sheqer, stres, toksina, si do thahen ato bimët, si toka do varfërohet, ashtu do ndëmtohet edhe pjesa e zorës. Pra e para është të eliminojmë ushqimet e dëmshme. Sheqerin, karbohidratet e rafinuara që na sillin problematike, ushqimet e përpunuara, fast foodet, alkoolin, antibiotikët, të jemi shumë kujdesshëm kur t'i marrim, vetëm në raste shumë të larta emergjencash, këto vajrat vegetal, stresi kronik, dhe mungesën e fibrave që është baza kryesore. Tani si duhet të rregulluar zora? E para një herë duhet të kuptojmë, është ushqimi, është ilaçi numër 1. Është ushqimi është i pari. Perime të freskëta të lehta, fibra gradualisht duke futur në ushqimin tonë. Fruta që kanë nivele të larta të antioksidantëve, ato gjithashtu shumë boronica, pakmollën, dardhën, se janë shumë mirë, mangu është shumë e mirë, ananasi po ashtu, nëse ke mundësi të papas, të shegës, të shtimit të kakaos, patatën e kuqe, orizin që tham, bananin e shile, vajin ullik, të gjitha këto duhen konsumuar dhe disa nga çajrat të cilët duhet i konsumojmë, sidomos paradite midis çajit kamomilit dhe xhinxherit të përzier, konsumimin e aloe verës së pasere nga një luk, konsumimin e shafranit indis, çajin sidomos pas ushqimit të farave të koprit të gëshetuar me menten dhe patjetër që duhet konsumojmë më tepër zink karnosin është një lloj zinku, apo L-glutamin që është një aminoacid, që është një nga rigjeneruesit. Do të marrim thjesht probiotik. Më mirë është me L-glutamin dhe me zink nëse do të marrim suplemente, që edhe për to prap do të jemi çik të tërhequr, por të paktën nga rikuperues për ta modifikuar. Dhe fillohet një protokoll. E para është protokolli qetëso dhe pastro, i cili zgjat 7 deri në 10 ditë, që ul inflamacionin, ul bakteret dhe ndal fermentimin e madh, që mos kesh gazra. Çfarë ndodh me këtë? Duhet konsumuar veza, duhet konsumuar 1 herë deri në 2 herë në javë mishi apo peshku, perimet duhet jenë të zira, kungull, karot, spinaq. Këto duhet jenë të zira. Pra ta dim, konsumimi i vajit të ullirit dhe eliminimi i frutave të freskëta, sasia e lartë e frutave jo, sasia e perimeve të freskëta jo. Pra duhet të fillojmë të ulim që mos kemi probleme me ushqimet e fermentuara. Largimi i qepës, i hudhrës, i specit. Për momentin e parë se këto janë shumë të mira, por ku kemi një problem në zorë flasë gjithmonë, sepse ato janë shumë të shëndetshme te njerëzit që s'kan probleme. Dhe shtimi këtyre çajreve që unë thash, të finokut pas ushqimit, të gëshetuar me mente dhe çaj kamomilit me xhinxher që ne duhet i konsumojmë. Ndoshta edhe çaji melisës pak në darkë për qetësinë dhe në aspektin nervor. Pastaj fillon një protokoll i dytë që kalon pas një 10 ditëve, që të rrisim nivelin e mucinës, të forcojmë nivelin e mulit të zorës dhe të ulim problemet që mos kalojnë toksina të lartë dhe ta forcojmë zorën. Çfarë përdoret? Supa e kockave, të mishit, pra kolagjen në mënyrë natyrale. Shtohen perimet të cilat këto perimet e freskëta që janë jeshile dhe shtohet niveli më i lartë i antioksidantëve që vjen nga frutët. Në drejtim. Dhe shtohet pashtu dhe vajrat esencial dhe përveç disa vajrave esencial, shtohen dhe element të omegës 3, pra të acideve yndyrore nga omega 3 apo dhe nga omega 9, që ne mund t'i marrim edhe nga produktet e peshkut. Dhe duhet shtuar pak më shumë niveli i aloe verës për të rekuperuar këtë gjendje. Pastaj fillon një protokoll i nivelit të tretë për të rregulluar problemin e mungesës së baktereve, pra që të rrisin bakteret e mira, jo të rrisin direkt bakteret e mira. Protokollet fillojnë me radhë. Bakteret e mira rrisen pasi kompensohen. Prandaj është gabim i marrjes shpesh i probiotikëve që në çastin e parë. Ktu futen probiotikët. Pra pasi kemi rekuperuar me 2 faza zorën,
futemi në rikuperimin e marrjes të probiotikëve, të cilët janë të ndryshëm. Dhe se ndonjëherë sillin probleme. Shtohet niveli fibrave më shumë, shtohet niveli të shërës, farat e qias, farat e lirit, shtohen më tepër në ushqim, shtohet niveli probiotikëve, shtohet niveli e enzimave 3C për të modifikuar dhe rregulluar që të fillojë balanca bakteriale. Dhe vjen faza e 4 e protokollit, e cila është më afatgjatë, që duhet ta stabilizojë dhe ta ruaj qëllimin e tyre, që të ruaj jo vetëm balancën, po të bëj parandalimin e rikthimit që është baza kryesore. Dhe kjo pastaj duhet filluar që duhet bëjmë një kompensim të yndyrnave të mirave të shëndetshmeve, stabilizimit të nivelit të lartë të fibrave, shtimit të fibrave, diku 30 deri në 40 gram në ditë, shtimi i variacioneve të ushqimit dhe rregullimi i stilit të gjumit, aktivitetit fizik, menaxhimit të stresit nëpërmjet edhe çajrave, edhe kripës Epsom në banja, vajrat esencial, por dhe gjumit dhe fikës së dritat më shpejt, edhe leximit. Pra, të gjitha këto mund të themi që janë 4 faza kryesore: qetësimi, riparimi, rindërtimi dhe stabilizimi. Nuk ka magji të mëdha për të ngritur në të strategji nëpërmjet pilulave apo nëpërmjet elementeve të tjerë. Nëse do kenë probleme, njerëzit duhet fillojnë të bëjnë kalprotektinën fekale, zonulinën si thash, IgA-n fekale dhe pH-in fekal. Këto janë minimal analiza dhe CRP-n për të shikuar nivelin e inflamacionit që ne mund të kemi në zor, ndoshta edhe analizën e parazitëve, sepse një nga problemet të mëdha që ne kemi në zor janë parazitët që ndikojnë negativisht. Nëse një person ka një mundësi financiare më të madhe, do të hyjë në detaje, ka probleme shumë të rënda në zor, le të bëjnë nivelin e testit të mikrobiomës intestinale për të nxjerrë rezultatin e tyre më qartë, më mirë, dhe pastaj kurimi të bazohet në bazë të tyre, sepse kurimi është individual. Mua më bën mirë, 2 persona jemi të ndryshëm, kemi baktere të ndryshme, nuk kemi një kemi mikrobiom. një ADN të ndryshme bakteriale, apo dhe në zor, dhe mua më bën dëm aloe vera për zorën, ty mund të bëj mirë. L-glutamina në përgjithësi bën shumë mirë, zinku bën mirë, po jo zinku citrat, se ka disa lloj zinkësh, pikolinat apo edhe karnozinë të tjerë, pra kanë disa lloj zinkësh, duhet një zink i posaçëm dhe duhet një sasi e posaçme. Duhet të konsultoheni me një person që ka dije mbi këtë fushë, që t'ju japi të kuptoj jo vetëm simptomat, por dhe ju t'i kuptoni që të jeni vigjilent mbi shëndetin tuaj, t'ja përktheni personit dhe ai pastaj t'ju bëj një plan më të personalizuar për të rregulluar të gjithë lloj problemi. Sepse nuk mund të rregulloni asnjë lloj problemi të kënaqësisë tuaj, të prodhimit të serotoninës, të kënaqësisë së ditës, të çuarisë së ditës, të qëndrimit në gjumë, apo problemeve të stresit, të depresionit, dhe shqetësimeve të tjera, apo dhe sëmundjeve që mund të lindin më pas, nëse ju nuk keni rregulluar një zorë të shëndetshme, e drejtë. Sa kohë duhet një zorë Altin për t'u pastruar? Për të ardhur në fillohet balancë, përgjithësi ose për t'u shëruar, për t'u Nëse ne jemi të shëndetshëm normal, pra nuk kemi probleme me zorën, po kemi shqetësime të lehta dhe ne duam që të bëjmë një pastrim. Fillohet fillim me agjërime, që do të thotë fillohet largohet ushqimi 8 orë. Pastaj, pra, vakti nga vakti. Pastaj ushqimi largohet diku 10 deri në 11 orë. Pastaj largohet diku 16 orë. Pra bëhet një stat. Dhe pasi kalon një fazë e tillë që mund të jetë nga një javë deri në 10 ditë, varet nga personi, pra bëhet një gjë e tillë, ne kemi filluar ta qetësojmë zorën. Dhe kjo është shumë determinante. Të qetësosh zorën është hapi i parë. Zora nuk ka magj ngarkesë, po jo vetëm zorën, po të gjithë procesin metabolik në trupin tonë. Atëherë duke qetësuar të, pastaj fillojmë që të bëjmë një pastrim duke pas agjërimit, ne mundet të bëjmë një pastrim ndoshta edhe 3 ditore në bazë të disa lëngjeve të përcaktuar që ne mund të konsumojmë, por në konsultim me një specialist të naturopatisë apo të nutricionit që mund ta rekomandoj, janë disa grupe lëngjesh që konsumohen, të shtyllura apo në formë kompostoje, për të konsumuar gjatë gjithë ditës, shtimi sasisë lartë të ujit dhe shtimi sasisë të kefirit edhe kosit të bërë në mënyrë natyrale. Për ta kompensuar. Po, dhe 3 ditë, pas 3 ditëve, pasi ne kemi bërë të lloj pastrimi dhe pasi kemi kaluar to 10 ditë, 12, 15 ditë varet nga agjërimi, sepse trupi jon detoksifikohet, është krijuar vetë të detoksifikohet. Nuk ka nevojë të detoksifikohet, të krijojmë detokse të veçanta të posaçme, edhe për mëlçin, në raste të caktuara po jo gjithmonë. Dhe nuk duhet bërë shpesh, sepse më shumë e dëmtojmë zorën duke pastruar, duke hequr edhe bakteret e këqija. Dhe bakteret e mira, Pra zhveshim fare e pyllin. Ne e fshim tër pyllin dhe themi të lindin pemë të reja. Por nuk është kështu. Atëherë le të heqim pemë të këqija dhe të lëm pemë të vjetra që kanë mundësi të na bëjnë hije, që të kemi për më pas. Edhe të na shërbejnë. E njëjta gjë te zora. Dhe pas 3 ditëve fillojmë pastaj disa nga protokollet kryesore duke fuqizuar zorën që në radhë të parë, pasi ka kaluar qetësimi dhe detoksifikimi, duhet të vi faza e rikuperimit të bakterjeve të mira, e rregullimit të disbiozës së zorës, prodhimi i nivelit më të lartë të mucimës. Çfarë është vënë re? Njerëzit
nuk e kanë kuptuar që kanë punë, kanë parë për shembull 2 mikrobioma brenda 3 muajve të një personi që ka filluar të rregullojë zorën, niveli mucinës ishte rritur më shumë se 2.5 herë. Pra në momentin që ai ka ndodhur ka bërë këtë gjë. 2.5 herë është rritur niveli mucinës dhe arkemasia është rritur 1 herë më shumë, gjë që është shumë pozitive se ai me vështirësi rritet dhe ka pasur një stabilizim shumë të lartë të baktereve të mira. Dhe personi është ndjer më energjik, do shikoj që lëkura e tij do jetë më yndyrore, do jetë më e pastër, do ndihet më mirë, duke si më gëzuar, më i lehtë, ka energji më shumë. Pra ka një nivel të lartë. Sepse shëndeti fillon dhe mbaron në zor. Po. Kjo është më e rëndësishme për tu. Në tru dhe në zor bashkë, edhe bashkë në një të vetme si të thatë. Tëra i stresin që e marrin nëpërmjet trurit, syrit, shikimit, rrjeteve sociale, ngarkesës dhe patjetër influencon dorë. Janë të dyja përlidhura. Është një glob që kthehet nga të dy krahat, pra një enë mbushur me rër që kthehet edhe këtej dhe janë të dyja të lidhura me njëra tjetrën. Nuk veprojnë dot të shkëputura nga njëra tjetra. Faleminderit Altin për bisedën e sotme dhe për këshillat që ndam me publikun. Tu uroj ditë të mbarë, ndërkohë këshillat dhe gjithë bisedën do ta gjeni edhe në kanalin tonë në YouTube në Reze Dielli. Unë ju përshëndes, shihemi nesër.